Mbi 27.000 maturantë u nënshtruan provimit të parë të maturës shtetërore ato të gjuhës së huaj, por si vitet e kaluara, edhe këtë herë u përsërit skema. Tezat e provimit u publikuan në rrjetet sociale vetëm 20 minuta pasi nisi zyrtarisht testimi. Varianti B i tezës anglishtes u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale dhe pse ministria kishte deklaruar se kishte marrë masa të rrepta sigurie. Menjëherë pas këtij lajmi, erdhi dhe reagimi i Ministrisë së Arsimit, në të cilën e quan akt të shëmtuar, por që nuk sënonte provimin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ministria e Arsimit tha se provimi po zhvilloi në kushte të plota sigurie dhe në transparencë të plotë, ndërsa theksuan se çdo përpjekje për të prishur mbarvajtjen e procesit të provimeve do të trajtohet me rigorizitet sipas rregullores në fuqi. Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe testet e personalizuara për 140 maturantë që janë në aftësi të kufizuara, ndërsa më shumë se 640 mësues që do të korrigjojnë testet. Pas provimit të gjuhës së huaj, ai radhës është i gjuhës shqipe dhe letërsisë, që do të zhvillohet më 10 qershor. Më pas është matematika me 17 qershor, ndërsa provimet me zgjedhje do të zhvillohen me 24 qershor. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjërlëndësh përfshir shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, shkencat shoqërore, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi dhe sociologji dhe ekonomia dhe artet, ekonomi, histori arti, histori muzike dhe histori baleti. Për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model dhe provimet e ardhmet janë shpërndarë shumë më herët në të gjitha shkollat, duke i orientuar nxënësit me formatin e provimit në mënyrë që të jenë sa më të përgatitur.